Alhamdulillahi Rabbil Alamin, as-salatu as-salamu ala man la nabiyya ba'da. Tema radhës në libri Begrat për shkrimi i xhennetit i Ibn Qayyimit, Allahu më shëroft, është çfarë është përmendur rreth mbretërimit, zotërimit në xhennet, edhe se të gjithë banorët e xhenetit janë mbretër në të. Të gjithë banorët e xhenetit janë mbretër në të. Dhe sjell autori, Allah më shëroftë, fjalën e Allahut subhanahu wa taala: "Wa idha ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Dhe kur të shikosh aty, sheh begati të mëdha e zotërim të madh. Kur të shikosh aty për në xhenet, sheh begati të mëdha, të shumta, në numër, por edhe madhështore, të mrekullueshme. Por sheh edhe zotërim të madh. Pra sipërfaqja, prona që të jeti në xhenet është shumë e madhe. Është shumë e madhe. Saqë se cilin nga banorët e xhenetit do të jetë mbret. Se sa e madhe është ja, do të mësohet nga hadithet e temës. Dhe sjell autori, Allah më shëroft, për ta jetë kuranor disa komente nga dietarët, nga tabinët edhe të tjerë, por që si zinxhir transmetimi nuk e kanë të saktë, si zinxhir transmetimi. Por mund të themi se ky ajet tregon për një moment të jashtëzakonshëm në xhennet. Tregon për një moment të jashtëzakonshëm në xhennet, kur besimtari hedh syt rreth vetes së tij, do të shohë një pamje që nuk mund ta përfitojë dot as në ëndër dhe as me imagjinatën më të zhvilluar. Nuk mund ta arrish, t'i afrohesh, ta përfitosh dot pamjen që do të shohësh në xhennet. Çdo gjë që do të shoh do të jetë bukuri, rehati, paqe në shpirt dhe në trupin e tij. Do të jetë nderim, do të jetë edhe nderim nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pra, ajeti tregon se besimtari në xhennet nuk do të jetë thjesht një banor i xhennetit dhe kaq, që ka ato bukurit, mrekullitë e tij, por Allahu i lartësuar e ka nderuar si mbret, dhe ai është mbret në kuptimin më të plotë të fjalës. Çdo banor i xhennetit është mbret. Pra nuk është thjesht një rezident, një banor në atë vend, por është mbret. Pra në shkallën më të lartë që mund të jetë, në statusin më të lartë që mund të jetë dikush në një vend, dhe dihet që në një vend, në një shoqëri, njerëzit kanë statuse të ndryshëm. Janë njerëzit me statusin më të lartë, janë njerëzit që udhëheqin, drejtuesit, më të pasurit, ata që zotërojnë më shumë gjëra, dhe pastaj nën to vijnë ata që kanë më pak, dhe deri në fund ai që s'ka asgjë. Kurse në xhenet të gjithë kanë një status, të gjithë mbretër. Jo thjesht si titull, por je realisht mbret. Do të kesh pallatet e tua, lumenjtë e tua, pronat e tua, kopshtet e tua, shërbëtorët e tu. Tamam, siç i ka një mbret. Dhe normalisht shumë herë më të mira dhe më të bukura se ato të dynjas. Vëllezër, njerëzit në këtë botë përpiqen të kenë pasuri, të kenë pushtet, të kenë rehati. Por edhe nëse arrin këtë gjë, prapa ajo është e kufizuar. Vjen një ditë dhe pushtetin e le. Vjen një ditë dhe pasurinë e le. Vjen një ditë dhe rehatin e pason shqetësimi, mërzitja, halli, stresi. Por edhe nëse i ka të gjitha këto, një njeri në këtë botë, vjen një moment që nuk është më i lumtur.
Edhe pse i ka këta, vjen momenti se është me i lumtur. Kurse në xhenet do të jesh mbret, do të kesh ashtu siç ka një mbret, dhe shumë herë më shumë nga mbreti i dynjas, dhe do të kesh lumturinë e përjetshme, Çfarë tregon ky ajet ndër të tjera? Pra ky ajet kuranor nuk është thjesht na tregoj neve diçka që do të jenë banorët e xhenetit në xhenet. Por ajeti në brendësitë e tij përmban dhe një mesazh. Cili është ky mesazh? Sado i mërzit t'jesh, sado hallet t'kesh në këtë botë, sado vështirësi t'kesh, probleme me natyra të ndryshme e tjerë, dije se Allahu nuk të ka përbuzur. Nëse je besimtar i vërtet, dije se Allahu ka përgatitur për ty në botën tjetër nderimin absolut, mbret. Prandaj ruaji dispozitat e Allahut Azza wa Jall sa je në këtë botë. Adhuroj atë me përkushtim, adhuroj atë me sinqeritet. Largoju harameve. Vazhdo të mendosh mirë për të shpresosh tek ai, mbështetu tek ai. Dhe dije se as Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do të lërtë, por do të japi ty nderimin më të madh. Kush ta jep të nderim? Krijuesi. Kujt ja jep? Krijesës. Pra shihni çfarë përkujdesje nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe sjell autori më pas nga hadithet e sakta në këtë temë, për cilët nga Dahhak bin Muzahim. Dahhak bin Muzahim është nga tabiinët, si një transmetim që si zinxhir transmetimi është i saktë. Por nuk mund ta konsiderojmë si hadith, sepse mungrojnë hallka ndërmjet tij dhe profetit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj nuk mund ta marrim edhe si argument, derisa të vinë argumente të sakta nga Kurani dhe Sunneti, të ketë argumente të tilla që gjenë mbështetje në to ky transmetim. Por autori ka sjell dhe ne e sjellim. Thot në hadithin e tij, thot: ndërsa miku i Allahut është në vendin e tij, në banesën e tij, pra në këto kështjellat e tij në xhennet, i vjen një i dërguar nga Allahu, një melek. Edhe i thot rojes, pra ka roje, janë mbretër. A nuk kanë mbretër i të roje? Pra nuk mund të shkojë çdo kush tek mbreti. Por duhet të kaloj disa persona, disa zyra. Prandaj edhe ky nuk takon direkt banorin e xhenetit, por fillimisht rojen e tij. Edhe i thot rojes, kërko leje për të dërguarin e Allahut që të hyjë tek miku i Allahut. Cili është miku i Allahut? Ky banor i xhenetit, ky mbret në xhenet. Roja hyn dhe i thot: o mik i Allahut, që me si e tharasi, që nderimi, mik i Allahut. Kur njerëzit kanë një mik të fuqishëm këtë botë, miku filanit, i hapen. I zgjidhen problemet, i hapen portat e tjera. Miku filan. Që çfarë është në fund fundit njëri? Po ti je mik i Allahut. Mik i Allahut. Më tepër, se çdo thotë kjo e shpjegon ky transmetim. O mik i Allahut, ky është i dërguari i Allahut, kërkon leje për të hyrë tek ti. Ai thot, jepi leje. Ai hyn dhe vendos para ti, pra ky meleku, hyn tek miku i Allahut, afrohet dhe i vendos para ti një dhuratë. Dhe i thot, o mik i Allahut, Zoti yt të jep selam. Dhe të urdhëron që të hash nga kjo dhuratë, pra është ushqim i veçantë. Të hash nga kjo gjë. Ai thot, ky ushqim që më solle ngjan me ushqimin që hëngra më parë, i duhet i njëjtë. Prandaj thot këtë gjë. I dërguari, pra ky melek, i thot:
Zoti yt të urdhëron që të hash nga kjo. Pra të mgull, kërkon që të haj nga kjo. A i ha nga kjo ushqim që ju soll dhurat, shifini sa bukur, dhe gjen në të shijen e çdo fruti të xhenetit. Në një ushqim të vetëm, gjen në të shijen e çdo fruti të xhenetit. Sa çfarë lloj ushqimi dhe jetë ai? Subhanallah. Sa i bukur është xheneti, sa madhështor është xheneti, dhe çdo detaj në të është madhështor. Dhe ky është edhe komenti i fjalës së Allahut Azza wa Jall, wa utu bihi mutashabiha. Dhe u sillen në të, pra u servirën atyre në xhenet të ngjashme. Pra të ngjashme në pamjen e tyre, por kurse si në shijen e tyre, të ndryshme në shijen e tyre. Çfarë do bish mund të nxjerrim nga ky rrëfim i këtij tabini, Allahu më mëshiroft. Ky rrëfim vëllezër përshkruan një moment të mrekullueshëm në xhenet midis Allahut dhe mikut të tij, banorit të xhenetit. Dhe që është i dashur i Allahut, prandaj ka këtë titull, mik i Allahut, sepse Allahu subhanahu wa taala e do të robët e tij. Dhe të gjithë muslimanët janë miq të Allahut, janë të dashur tek Allahu, por normalisht jo të gjithë janë të një llojit në këtë dashuri, jo të gjithë janë të barabartë. Disa janë më të afërt tek Allahu se disa të tjerë, në varësi të bindjes, përkushtimit, sinqeritetit me Zotin e tyre. Pra kjo është një moment që na mëson shumë për dashurinë, vlerësimin edhe kujdesin që Allahu ka për ata që kanë jetuar me ikhlas, me tauhid, me sinqeritet, me përkushtim ndaj tij. Për atë njeri i cili gjatë gjithë jetës së tij është munduar të jetë i sinqert me Zotin e tij, të zbatojë obligimet, të largohet harameve, të përpiqet të veprojë dhe të thotë çdo fjalë që e kënaq Zotin e tij, të largohet çdo fjalë, çdo vepre që e zemëron Zotin e tij. Pra qëllimi i tij ka qenë të kënaqë Allahun, krijuesin. Edhe të ruhet në maksimum nga çdo gjë që shkakton zemërimin e Zotit të tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala i jep të titull, saqë dhe melekët në xhennet e thërrasin me këtë titull, mik i Allahut. Ky është nderim. Ky lloj titulli është nderim nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Pra Allahu azza wa jalla i nderon, përveç shpërblimit në xhennet mrekullive që janë atë, i jep edhe nderime, tituj të tillë. Dhe gjithashtu tregon se kënaqësitë në xhennet nuk janë të përsëritura apo të mërzitshme, pra nuk është e njëjta gjë. Ti jeton gjatë në xhenet. Ha në xhenet, pi në xhenet në momente të ndryshme, në varësi të dëshirës. Por jo se është e njëjta gjë. Është ndryshe, është befasuese nga ajo e mëparshmja. Prandaj xheneti dhe çdo gjë në të asnjëherë nuk të bëhet monotone, e mërzitshme. Asnjëherë, në asnjë moment. Por gjithmonë mbet në kulmin e bukurisë, e mrekullisë, e mahnitjes, e befasisë së mirë që ka në të. Prandaj është çudi kur të lloj argumentesh vëllezër rreth xhenetit duhet zgjojnë të besimtarët e mendimin, meditimin. Sidomos kur shumë prej njerëzve që vrapojnë mas jetës së kësaj bote. Lodhen, sakrifikojnë, bëjmë sakrificat më dha, kalojnë peripeci të më dha. Për çfarë? Për të fituar diçka që është e përkohshme dhe në krahasim me atë që është në xhenet nuk ka asnjë vlerë, nuk mund ta krahasosh. Është pa vlerë. Dhe ajo është e përkohshme. Pra jo vetëm që se ka kur vlerën me atë në xhenet, por edhe në jetë gjatësinë e saj, ajo është e përkohshme. Ndërsa ajo që është në xhenet është e përhershme.
Dhe sjell autori më pas se një hadith që e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, se nga Al-Mughira bin Shu'ba radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: njëherë Musa e pyeti Zotin e tij dhe i tha, cili është banori, njeriu me gradën më të ulët në xhennet? Pra çfarë ka ky? Çfarë do të marrë ky? Çfarë do të përfitojë ky nga shpërblimi i Allahut për këtë njeri në xhennet? Tha në hadithin e tij profeti sallallahu alaihi wasallam, ai është një person që pasi të kenë hyrë të gjithë banorët e xhenetit në xhenet, do t'i thuhet më pas këtij: hyr edhe ti në xhenet. Pra ka qëndruar një farkohë në zjarr. Dhe më pas do t'i thuhet: hyr edhe ti tani në xhenet. Ai do të thotë: o Zoti im, si mund të hyj në këtë xhenet, ndërkohë që njerëzit i kanë marrë, pra i kanë zënë banesat në të, kështjellat, pallatet e mrekullueshme në të, dhe çfarë kanë në të e kanë marrë tashmë. Unë jam i fundit, çfarë kanë del për mua? Çtu mendon ky njeri i shtret. Dhe i thuhet: a je i kënaqur që për ty të jetë sa zotrimi një mbreti nga mbretërit e dynjas, pra të kesh zotërim, prona, sundim, sa një mbret nga mbretërit e dynjas. Dhe çdo mbret në dynja është i pasur, për shkak të pasurive, të lujshme, të palujshme, të tunshme, të patunshme që ka, sidomos rrit trashëgon edhe brez pas brezi. Ato vetëse shtohen. A i thot: po Zotim, jam i kënaqur. Jam i kënaqur. I thuhet atij: ty do të jepet si ajo, si ajo, si ajo. Dhe në herën e 5, kur i thuhet prapë si ajo, ai thot: o Zotim, jam i kënaqur. Pra 5 fish, ty do të jepet 5 fishin e ti, e mbretit të dynjas. Dhe robi, ky njeri, do të thotë: jam i kënaqur tashmë Zotim. Pra kam 5 fishin që mund të ketë një mbret në dynja. Dhe do t'i thuhet atij: ty do të jepet ajo dhe 10 fishi i saj. Ty do të jepet ajo dhe 10 fishi i saj. Dhe në të do të kesh çdo gjë që dëshiron ti, ta dëshiron nefsi, vetja jote. Çdo gjë që të kënaq ty syrin. Ai thot: jam i kënaqur o Zotim. Pra e pranoj me kënaqësi më të madhe këtë gjë o Zotim. Por ky hadith, për cilët edhe nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë e di se kush do të jetë njeriu i fundit që do të dalë nga zjarri dhe i fundit që do të hyjë në xhennet. Ne e dim që ka, në bazë të argumentave, që ka prej muslimanëve që një farkohë do hyjë në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj. Për shkak të disa gjunaheve që kanë bërë. Por është e sigurt se për shkak të tauhidit që patën, do të dalin një ditë nga zjarri i xhenemit. Është e sigurt kjo gjë. Sepse Allahu subhanahu wa taala vetëm shirkun dhe kufrin nuk i fal. Dhe çdo gjuna tjetër e fal apo e pastron robin e tij me anë të dënimit. Dhe është një person i cili do të vi, do të afrohet, do të dalë nga zjarri zvar. Do të dalë nga zjarri zvar. Dhe Allahu i lartësuar ti thot atij: shko dhe hyr në xhennet. Krijuesi urdhëron krijesën e tij: shko dhe hyr në xhennet. Dhe atij do t'i duket, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, do t'i duket sikur xheneti është mbushur plot, pra s'ka më vend për të. Jo se s'ka vende bosh, ka, por kështu i duket atij kjo gjë. Dhe do të thot: o Zoti im, shkova dhe e gjeta xhenetin të mbushur plot. Allah subhanahu wa taala do i thot përsëri: shko dhe hyr në xhennet.
Ati përsëri do t'i duket sikur është mbushur dhe do të kthehet përsëri tek Zoti i tij dhe përsëri Allahu subhanahu wa taala do ta urdhërojë dhe kjo përsëritet 3 herë. Kjo gjë përsëritet 3 herë dhe në herën e tretë Allahu subhanahu wa taala do t'i thotë shko dhe hyr në xhennet, sepse ti në të do të kesh vend, hapësirë, zotërim sa dynjaja, por edhe 10 fishin e saj. Sa dynjaja komplet. Është e madhe? E madhe është. Çfarë ka në dynja për pasurive? Nga më të shumtat, nga më të bukurat, nga më të mrekullueshmet, për të cilat njerëzit bëjnë luftë, shtetet, popujt me njëri tjetrin. Kush e kush t'ia rrëmbej, vëllezërit vriten me njëri tjetrin. Kush e kush ta ketë. Do të kesh sa dynjaja, por edhe 10 fishin e saj. Allahu akbar. Sa dynjaja është e madhe, por bujaria e Allahut është më e madhe. 10 fishin e saj. Për kë vëllezër? Për njeriu me gradën më të ulët në xhennet. Çfarë mund të jetë për ata që janë në grada më të larta? Pa imagjinueshme. E pa mundur ta përshkruash, ta imagjinosh, ta përfiturosh. Aq e bukur është. Jo se njeriu nuk di të imagjinoj, di, por ajo është aq e bukur sa që është për te imagjinatës më të zhvilluar. Nuk mund t'i afrohet asaj. Dhe thot ky njeri, kur i thot Allah subhanahu wa taala do të kesh sa dynjaja dhe 10 fishin e saj, thot, o Zoti im, apo tallesh me mua dhe ti je mbreti? Pra i duhet si e pabesueshme. Unë, me ato gjunave që bëra dikur më parë, me këtë xhenet që më duhet plot do të kem 10 fishin e dynjas. Dhe thot sahabi, transmetuesi, se fill pasaj fjali që tha profeti alayhis salam, thot, dhe pash profetin alayhis salatu selam të qeshë sa i dukej dhëmballa e tij. I dukej edhe mballa e tij. Dhe tha, dhe thoshte profeti alayhis salam, ky shpërblim është për njeriu me gradën më të ulët në xhennet. Përderisa ky shpërblim madhështor, super madhështor, i mrekullueshëm, është për njeriu me gradën më të ulët në xhennet. Çfarë duhet zgjojë tek zemra e besimtarit? Mall për xhenetin. Dëshirë të zjarrt, të madhe për ta fituar xhenetin. Mendja e tij duhet mendoj për xhenetin. Dhe në sytë e tij dynjaja të marrë atë vlerë që ka. Cila është vlera? Pa vlerë. Vlera e dynjas është se nuk ka vlerë. Kur krahason me xhenetin. Prandaj kur lexojmë ajetet kuranore, hadithe profetike, fjalë në dietarë, në rastin konkret për xhenetin, to janë çështje që ne jo thjesht duhet t'i dëgjojmë, por duhet t'i përjetojmë. Duhet t'i përjetojmë, sepse janë vende dhe bukuri që njerëzit, dhe ne lutim Allahun që të jemi prej tyre, do t'i përjetojnë një ditë. Dhe mirë për atë njeri që turret masjetës së kësaj bote dhe e harron Zotin e tij dhe llogarin para Zotit e tij, shihni nga çfarë mirësish e ka privuar apo e ka ndaluar ai veten e tij. A ja vleu ato suksese që pati në dynja duke shtelur kufit e Allahut, ato pasuri, ato prona, ai pushtet që arriti në dynja duke kundërshtuar Allahun, a ja vleu me atë që humbi përjetësisht në xhennet? Kur nuk ja vlen. As nuk mund bëhet krahasim. Aq e madhe është distanca midis tyre. Këto pra janë dhe argumentet e sakta të temës, që sjell autori Allahu mëshiroft. Elusim Allahun subhanahu wa taala në hapi neve sukses për çdo fjalë dhe çdo vepër që na afron me xhenetin, me kënaqësinë e Zotit ton. Na ruaj neve nga çdo fjalë dhe çdo vepër që na largon nga xheneti dhe na afron me zjarrin.
Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.